Ne fatkeqësisht drejtësinë që kemi të drejtë. Drejtësinë edhe matutje kemi si shtrembër e duhet ta drejtojmë. Andaj në mandatin e ardhshëm do t'i kemi jo vetëm 4 vjet të hekurudhave, por do t'i kemi edhe të drejtimit të drejtësisë. Jo vetëm lokomotivën dhe vagonat t'i vendosim binar, po drejtësinë t'a vendosim binar. Për lokomotivat dhe vagonat e kemi hekurudhën, për drejtësinë e kemi vetingun, prokurorin e re speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, si dhe byron për konfiskimin e pasurisë së pajisë. Të dashur qytetar, asnjë punë nuk na lodh. A dini e vetmja gjë që na lodh është mos puna e drejtësisë. Asnjë punë nuk na lodh, veç mos puna e drejtësisë na lodh.